Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Do ndalemi edhe sonte, inshallah, në disa ajete, citate, të cilat i lexuam tani në namaz. Dhe siç edhe u kuptua, në disa rakate lexuam surën apo nga surja Luqman. Është një kaptin, një surë në Kur'anin famullar që quhet surja Luqman. Dhe ka një diskutim se kush ishte Luqmani në fakt, që Allahu lartësuar e ka nderuar kaq shumë sa që e ka përmendur në Kur'an, madje është quajtur një kapitull i Kur'anit famullar, është ka marrë edhe si thua emërtuar me emrin e këtij njeriu. Bëhet fjalë për një njeri i cili ka qenë simbol i çdo të mire. Çdo e mirë ka qenë e mbjell tek ky njeri, ka qenë instaluar tek ky njeri. Në veçantë Allahu lartësuar e ka veçuar për hikmetin, për urtësinë. Prandaj edhe thot: "Wa laqad atayna Luqmanil hikma." Luqmanit i dham urtësinë, i dhurova urtësinë, thot Allahu lartësuar. Ne dim që urtësia është një prej dhuratave më madhështore që Allahu lartësuar i ja bën risk dikujt. Dhe urtësi do të thotë që njeriu të jetë i mençur, do të thotë që gjërat i vendosin në vendin e duhur, pra të jetë i disiplinuar në jetë. Të japi hakun çdo gjë që përballet me të bëjë gjën e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Kjo është urtësia. Pra në momentin të bësh gjën e duhur, të bësh gjën e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e përkryer, në mënyrën e përsosur. Kjo urtësi ne na lipset, na nevojitet, madje jemi të obliguar që ta ushtrojmë në gjithë jetën tonë. Raport me Zotin, raport me veten, raport me njerëzit, raport me përgjegjësitë dhe detyrimet që kemi. Pra gjithmonë jemi të obliguar të bëjmë gjën e duhur, asnjëherë diçka që është e gabuar. Mirë, po kjo gjë që duhet që është e duhur, si duhet bërë? Do të bërë në kohën e duhur, sepse mund të bësh diçka, po e bën jashtë afatit, s'ka vlerë. Gjërat janë në kohën e caktuar. Atëherë e bën në kohën e duhur. Mirë, atë gjë që është e duhura, e domosdoshmja, ti e bëre në kohën e duhur, si duhet ta bësh? Në mënyrën e duhur, të përkryer, të përsosur. Besimtari i mençur, i urt, është ai i cili ka këtë parim në jetë. Mua Allahu do të më shikoj, do të më shofi, dhe unë do ta kem veten time gjithmonë në vendin e duhur, duke kryer gjën e duhur, por në cilën formë? Në formën e përkryer. Në momentin që unë duhet i përkushtohem Zotit tim me namaz, me agjërim, apo me dhikr, me përkujtim, në një aspekt të caktuar, mua Allahu do të më shikoj aty ku duhet jem në atë moment. Në cilën formë? Në formën e përkryer, të përsosur. Do përpiqem ta përsos këtë vepër. Në momentin që unë duhet të jem në shërbim të familjes, atje duhet të jem pikërisht aty në shërbim të familjes. Në cilën formë? Në formën më të përkushtuar të mundshme. Në momentin që duhet të jem në punë, në angazhimet e kësaj dunjaje, dikush në biznes, dikush në një profesion, si duhet të jem pikërisht aty, jo në vend tjetër, as në lojë, as në argëtim, as diku tjetër. Në cilën formë? Detyrën, amanetin, përgjegjësinë që kam marrë përsipër, unë do ta ushtroj, do ta zbatoj në mënyrën e duhur, të përsosur. Imagjinoni pak vëllezërit e mi të shtrenjtë. Imagjinoni pak duke filluar që nga unë i pari, nëse ne këtë parim do ta ushtronim, do ta jetësonim në jetën tonë, në përditshmërinë tonë. Si do të ishin gjërat? Si do të ishte jeta jonë? Lind pyetja, pse ne sot nuk ja qëllojmë dhe nuk jemi atje ku duam? Se ne jo gjithmonë bëjmë gjën e duhur, edhe nëse e bëjmë, jo gjithmonë e kryejm në kohën e duhur, por edhe nëse e kryejm në kohën e duhur, jo gjithmonë e bëjmë ashtu siç duhet. Prandaj gjërat janë rrëmuj. Allahu lartësuar kërkon disiplinë dhe njeriu duhet të jetë i disiplinuar dhe njeriu duhet të jetë i kompletuar, i përsosur në të gjitha aspektet. Për aq sa është e mundur në natyrën njerëzore, ama ne duhet përpiqemi që ta përsosim jetën, të përsosim adhurimet, të përsosim përgjegjësitë, detyrat, të japim maksimumin e mundshëm, gjithë potencialin që na ka dhënë Zoti i lartësuar, për të mësuar të mirën, për ta ushtruar, për ta zbatuar dhe për të kryer gjithmonë atë që duhet në formën e përsosur. Ky është hikmeti, kjo është urtësia. Është diçka e lehtë?
s'është diçka e lehtë. Allahu i lartësuar dikujt mund t'i japi pasuri pafund, mund t'i japi të mira materiale po ashtu pafund, dhe ndoshta e ka privuar nga urtësia. E ka privuar nga ky parim. Lukmanin, thot Allahu i lartësuar, nuk ka përmendur veçori tjetër të tij. Unë i dhash Lukmanit hikmetin, urtësinë. Diku tjetër në Kur'anin famullar të Allahu i lartësuar thot: "Wa may yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira." Ati që i është dhënë urtësia, pra i kryen gjërat e dura në kohën e dur, në mënyrën e dur, i është dhënë mirësi jashtëzakonisht e madhe. Tani më lejoni edhe në pak çaste të ndajmë bashkarisht dhe të dëgjojmë me vëmendje se si ky njeri e ushtroi këtë urtësi që ja kishte dhënë Allahu i lartësuar, duke filluar pikërisht nga familja. Duke filluar fillimisht nga familja dhe duke filluar që nga biri i tij. E merr birin, djalin, e vendos përpara vetes së tij dhe i thotë tani do t'i jap disa porosi. Dhe këto porosi Allahu i lartësuar i ka bërë të përjetshme. Dhe këto porosi janë pikërisht thelbi, esenca e urtësisë. Thelbi dhe esenca e urtësisë dhe e mençurisë. Dhe ne do t'i marrim, do t'i trajtojmë inshallah Zotit në formën e si një paket se si sillet, si vepron njeriu i mençur dhe njeriu i urtë. Cilat janë cilësitë, veçoritë, shenjat dalluese të një njeriu të urtë. E para është mirënjohës. Gjë e parë është eni shkur lillah. Bëhu mirënjohës ndaj Zotit lartësuar. Kjo është e porosia e parë. Nuk mund të gjesh njeri të mençur, njeri të urtë që nuk falenderon Zotin e gjithësisë dhe nuk i thot Allahut faleminderit për mirësitë që më ke dhënë. Kjo është veçoria e parë e njeriu të mençur e njeriu të urtë. E njeriu të zgjuar. I merr, i vlerëson, i numëron, i çmon të gjitha mirësitë e Zotit lartësuar, pastaj i thot shumë faleminderit Allahut lartësuar. Kjo është veçoria e njeriu të mençur, veçoria e parë apo njeriu të urtë. Nëse shikon dikë i cili mirësitë e Zotit lartësuar vërshojnë drejt tij dhe zbresin në mënyrë sistematike drejt tij, dhe prej këtij personi nuk ngritet lart falënderim, mirënjohje, dije që ky njeri nuk është i mençur dhe nuk është i urtë, se ka vendosur gjën e dur në vendin e dur. Në këtë moment çfarë duhet? Që ti ta pasosh mirësinë e Allahut me shukër, me falënderim. E para, e dyta, la tushrik billah. Mos i bëj kur shirk Zotit lartësuar. Njeriu i mençur, njeriu i urtë, e vendos gjërat në vendin e duhur. Çfarë është shirku? Idhujtaria, paganizmi. Apo jo? Çfarë është paganizmi dhe idhujtaria? Ta marrësh adhurimin që i përket dhe e meriton vetëm Allahu i lartësuar dhe ti e adreson dikujt tjetër prej krijesave të Zotit. Qoftë ky adhurim falje, namaz, kurban, sadaka, lutje, përgjërim apo diçka tjetër. Çfarë është urtësia? Të vendosësh çdo gjë në vendin e duhur. Çfarë është shirku? E kundërta. Të vendosësh gjërat në vendin e gabuar. Adhurimi i përket vetëm Allahut. Imagjinoni pak sa të mërshme është, sa shëmtuar, sa mëndjelesi është në këtë moment gjitha burra, të nderuar, të mençur, këto gra, çfarë të bënin? Të buheshin në këtë vend dhe ne tani namazin ton, adhurimet tona, lutjet tona, të mos ja dedikonin të madhërishmit Allahut, por larg qoftë kujt? Diçka tjetër apo dikujt tjetër prej krijesave të Zotit lartësuar. Qoftë hoxh, qoftë dhe profet, lëre më pastaj nëse është send, dru, gur, mal, i ashtu quajtur i shenjtë apo i veçantë. Imagjinoni pak për një moment, ne që Allahu lartësuar na ka ndryshuar kraharorin ton dhe mendjen ton me tauhid, me adhurimin e Zotit një të vetëm. Imagjinoni pak se sa është shumtuar dhe çfarë çmenduri është. Prandaj thot o bir i shtrenjtë, urtësia është dhe urtësia do dhe mençuria do të mos i bësh shirk Zotit, të mos shenjturosh askënd në jetën tënde, për dishmërinë tënde, askënd përveç Allahut lartësuar. Lutjet e tua, kurbanet e tua, namazet e tua, sadakat e tua, përgjërimet e tua duhet vetëm të jenë drejtuara drejt kaqqiellit. Asnjëherë të krijesat. Po për krijesat, patjetër për krijesat kemi mirënjohje.
kushdo që na shërben, kushdo që ka kontribut karshinesh, duke filluar që nga edukator, mësues, prind, kushdo që na bën një nder në jetën e kësaj bote, i themi faleminderit, por ti nuk je Zot. Qofsh baba im, qofsh profeti im, qofsh kushdo qofsh, ti nuk je Zot dhe nuk bëhesh dot Zot. Prandaj urtësia do që adhurimin ti t'ia dedikosh vetëm kujt? Vetëm Allahut të lartësuar. La tushrik billah. Mos i bëj shok Zotit, mos barazo dikë me Zotin lartësuar, sepse nuk mund të gjësh krim më të madh se sa shirku, se sa idhujtaria. Dhe ne në rekatin e parë shkëputëm diçka nga surja Nisa, ku Allahu lartësuar thot: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal nëse dikush i bën shok atij, ortak atij, adhuron dikë tjetër me Zotin lartësuar, shenjtëron dikë tjetër në gradën e Zotit lartësuar. Pastaj përveç këtij gjunau, Zoti lartësuar mund të falë çfarë të dojë. Që do thotë, nëse e takojmë Zotin e gjithësisë dhe jemi njësues, adhurojmë vetëm Zotin, vetëm Allahun, dhe adhurimet tona ja dedikojmë vetëm Allahut të lartësuar, edhe nëse e kemi rënduar vetët tona me mëkate, me gjunahe, kemi shumë shpresë që të falemi dhe ta përfshijmë mëshira e Zotit. Por nëse dikush e takon Zotin lartësuar në botën tjetër, idhujtar, pagan, i përlyer me bestitni të ndryshme, edhe nëse ka shpenzuar gjithë sipërfaqen e tokës në flori, e ka shpenzuar, ka dhuruar njerëzve, nevojtar, dhe ka ndërtuar shkolla, dhe ka ndërtuar xhami, dhe ka ndërtuar jetimore, dhe ka bërë mirë, Zoti lartësuar nuk e fal. Allahu lartësuar nuk e fal. Vetëm nëse ka qenë i pa ditur, pastaj çështjen e tij e ka tek Zoti lartësuar. Urtësia kjo është. Prandaj falenderojmë Allahun lartësuar që në këtë aspekt na ka bërë njerëz të mençur dhe njerëz të zgjuar. Njeriu i mençur është ai i cili u njeh kadrin, vlerën, peshën prindërve. Dhe ne në çdo ndalesor të nderuar na dalin prindrit. Sepse feja e Zotit ka aspektin vertikal, por ka edhe aspektin horizontal. Aspekti vertikal, përsosim raportin me Zotin e gjithësisë. Aspekti horizontal, përsosim raportet me njerëzit, duke filluar nga më të shtrenjtët që janë prindërit. Çfarë thot Allahu lartësuar? Kujto që nëna tënde të ka mbajtur në bark për 9 muaj. Pastaj është torturuar pothuajse në gjithdhënie për një kohë të gjatë, muaj të tërë. Për këtë arsye Allahu ka bërë obligim mirënjohjen, respektin, bindjen dhe shërbimin derisa ti kesh në jetë. Vetëm në një moment mos u bind atyre. Vetëm në një moment. Vetëm nëse të kërkojnë që ti të kundërshtosh të madhërishmin. Vetëm nëse të detyrojnë që ti të kundërshtosh të madhërishmin, atje i themi: të lutem, të dua fort, të kam shpirt, mirë po, Allahu është mbi gjithçka për mua. Mirë po, edhe nëse të kërkojnë diçka të tillë, ndoshta nga padituria, wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Reagimi tënd duhet të jetë i butë, duhet të jetë i mirë, duhet të jetë i mëshirshëm, dhe përsëri, edhe nëse prindrit i ke pa besimtar, ti do të shërbesh tot Allahu lartësuar me shumë përkushtim në jetën tënde. Edhe nëse i ke pa besimtar, ti musliman, ti falesh, ti agjiron, ti vjen në xhami, babai ateist, Zot na ruaj. Nëna ku ashtu. Ndoshta të luftojnë, të pengojnë. Përsëri, statusi i prindit nuk largohet, nuk hiqet ndonjëherë. Do t'i shoqërosh, do t'i ndihmosh, do t'i përkushtosh atyre me shumë mirësjellje, thot Allahu lartësuar, derisa të kenë jetë. Ky është Islami i nderuar. Kjo është fe që pasha Zotin e gjithësisë, sikur truri i gjithë botës të ishte tubuar, truri i gjithë botës, i gjithë dunjas, i gjithë njerëzve, po të ishin tubuar vetëm për të përpiluar një sistem të tillë ku të përsosej raporti me Zotin, të përsosej dhe raporti me njerëzit, raporti ndërnjerëzor me njerëzit, pasha Allah nuk do t'ja kishin qelluar dot. Dhe ja ku jemi. Se si nuk ja kanë qelluar dot. I urti, i mençuri, është ai i cili e ndjen në çdo çast, në çdo moment mbikëqyrjen e Zotit lartësuar. E di që Allahu e shikon, e dëgjon. Për këtë arsye motivohet të bëjë një punë të mirë, edhe nëse nuk e shikojnë njerëzit, dhe i druhet shikimit të Zotit për të bërë një punë të keqe, edhe nëse është larg shikimit të njerëzve. Inna an takum mithqala habati min khardal, prandaj dije se nëse bën një vepër, dhe ajo është sa një grimcë, nëse ke kryer në lartësinë e qiejve, nëse ke kryer në tokë apo në brendësi të tokës të shkëmbit, yati bi Allah, dije se Allah do ta bëj publike. Allah do ta mundsoj ta shohësh atë dhe do të shpërblej. Nëse është e mirë,
të shpërblesh. Nëse është e keqe, je përgjegjës. Prandaj ndjeje gjithmonë mbikëqyrjen e Zotit lartësuar. I mençuri i edukuari, që Lukmani këshilloi për të qenë birin e vet, është ai i cili ja bunej aqimis salah. Falë namazin. Siç ka obliguar Zoti. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. I mençur i urtë është ai i cili bashkon mes këtyre 4 veprave madhështore dhe me këto jeton. Kjo është përditshmëria e tij. Falë rregullisht namazin 5 herë në ditë siç ka obliguar Zoti. 5 takime me Allahun, 5 mundësi komunikimi me të, 5 mundësi ti lutesh, 5 mundësi të qash hallet dhe 5 shanse për të graduar, për të lartësuar në përditshmërinë tënde. Wa'mur bil ma'rufi, dhe pastaj orientoj gjithmonë për tek e mira. Wanha 'anil munkar, pengon nga e keqja, mos u bëj palë me të keqen. Do bësh palë vetëm me të mirën. Dhe ky është besimtari. E gjëra atje ku është e mira, asnjëherë nuk bëhet palë me të keqen. Edhe nëse e keqja është në duart e babës së tij. Jo, është gabim. Edhe nëse është në duart e vëllezërve apo të shtrenjtëve të tij, të shokëve të tij. Jo, gabimi është gabim. Harami është haram, padresia është padresi, edhe nëse kam kryer unë, edhe nëse ka kryer baba im, nëna ime apo njerëzit më të shtrenjtë. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, dhe hiq dorë dhe pengon nga e keqja. Wasbir 'ala ma asabak, dhe bëu durimtar në jetën tënde, bëu durimtar në rrugën e Zotit. Sepse kjo jetë është e vështirë, ka sprova, ka siklete, ka vështirësi dhe nuk kalohen pa durim, dhe me të vërtet kujt i është dhënë durimi që përballon vështirësitë, i është dhënë një thesar prej Allahut të lartësuar. Pastaj vazhdon dhe thot, njeriu i mençur, i urtë, është ai i cili posedon moral të lartë. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Mos u kthe shpinën njerëzve me mendjemasi dhe mos ec në për tokë si kryeneç. Sepse Allahu nuk e do atë që tregohet në mendjemadh dhe mburravec. Zbrit në nivelin e njerëzve. Trego modest, zbukuro. Ke pasuri, falendero Zotin. Ke pushtet, falendero Zotin. Çfarë ke? Ke të mira tjera të cilat i ka dhënë Zoti i gjithësisë. Kto nuk ti ka dhënë Allahu lartësuar tu krenosh njerëzve, tu mburresh njerëzve, të nënçmosh të tjerët. Ti je mburravec, sepse shumë e shumtuar para syve të njerëzve. Pastaj nuk është çudi që njeriu ndryshon nga një gjendje në gjendje tjetër, nuk do ta menaxhosh dot pastaj. Prandaj nuk ka, është prej virtyteve më të larta modestia. S'mund të gjesh një pamje më të bukur se sa dikush i cili posedon që të gjitha dhe nuk mburret. Dhe është modest, dhe është njeri i thjeshtë. S'mund të gjesh diçka më të bukur se sa kjo. Gjithashtu, je modest në ecjen tënde, deri në detaje, deri në ecjen tënde, dhe fol me zë të ulët, sepse zëri më i vrazhd është ai që del prej gomarit, Zot na ruaj. Kujdes mos u përnjaso kafshë. S'është nevoja të ulërasësh në rrugë, s'është nevoja të çosh zërin, atëherë ku nuk është nevoja. Prandaj je modest në ecjen tënde, fol me zë të ulët, sepse ti nuk mund, je një qenie që të ka lartësuar Allahu lartësuar. Këto ishin disa prej këshillave që Lukmani ja drejtoi birit të vet, dhe Allahu lartësuar deshi që këto të ishin të përjetshme dhe të jenë edhe pjesë e stolie të jetës tonë, të vetës tonë. Që lutim Allahu lartësuar të na bëj risk. Dhe këtu është e gjithë urtësia. Nëse shikon dikë, duke filluar që nga vetja jonë, nëse shohim dhe hetojmë në veten tonë që i kemi këto cilësi, adhurojmë Allahun një të vetëm, jemi mirënjohës, falënderues, jemi të mirë me prindrit tanë, e falim namazin, urdhërojmë për tek e mira, ndalojmë nga e keqja, jemi durimtar, jemi modest, të thjesht, të kujdesshëm në çdo detaj, të kulturuar, të edukuar me moral, pasha Zotin e gjithësisë, ky është njeriu më i mençur. Ky është njeriu më i urtë. Nëse shikon dikë i cili nuk i ka këto cilësi, edhe nëse është i kopsitur në veshjen e tij, edhe nëse ka doktoratura, jo universitete, por doktoratura, dhe nuk i ka këto cilësi, përsëri betojmë dhe themi pasha Zotin e gjithësisë, ai nuk merr vesh nga dunjaja. Nuk merr vesh nga vlerat, nuk merr vesh se çfarë është urtësia, mençuria dhe pikërisht se çfarë është të qenurit i virtytshëm. Allahu na mundsoft që të gjitha këto cilësi dhe këto virtyte, sepse me të vërtetë janë stoli. Dhe thjesht edhe një fjali të fundit, na ka mbetur edhe një natë të nderuar, dhe është nata e nesërme. Dhe është nata e fundit e muajit begat Ramazan.
dhe ta shfrytëzojmë edhe këtë natë. Nëse kemi lënë diçka mangët, i kërkojmë falje e Zotit të gjithësisë. Dhe gjithmonë i themi o Allah, ti meriton më shumë, ne kaq kisha mundësi. Më fal atë gjë që u lash mangët, më shpërbledh dhe më prano atë gjë që bëra. Prandaj ta shfrytëzojmë dhe natën e fundit që është nata e nesërme. Sepse nuk është çudi që në Ramazanët e caktuara, natën e Kadrit Allahu i lartësuar ta caktoi që të jetë nata e fundit. Si shojnë, pra khitamuhu misk, në fund, pra e vullos Allahu i lartësuar me misk, me shpërblim të madh, në mënyrë më të përsosur, më të mirë të mundshme, thotë, të gjithë jeni të falur, dhe jeni të mëshiruar, dhe jeni të bekuar, dhe me dua të pranuara, që ne lutim Allahu i lartësuar që Zoti i gjithësisë të na bëjë rizq që të gjitha ato. Falim inshallah edhe vitin 3 rekate.